Dogana e Kosovës e cilëson vitin 2025 shumë të suksesshëm. Kjo pasi sukseset e arritura gjatë këtij viti janë cilësuar si arritje historike. Sipas indikatorëve zyrtar, gjatë këtij viti janë shënuar rezultate të mëdha në mbledhjen e të hyrave dhe në luftën kundër informalitetit. Zëdhënësi i doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci, ka bërë të ditur se gjatë vitit 2025 janë mbledhur gjithsej 1,968 milion euro të hyra. Gjatë këtij viti kemi pas një vit mjaft të suksesshëm ku gjithë indikatorët e performancës për vitin 2025 kanë treguar që kemi shënuar një rezultat historik në mbledhjen e të hyrave, luftën kundër informalitetit dhe normalisht pjesën më të rëndësishme modernizimin e shërbimeve tona. Gjatë vitit 2025, dogana ne kemi arrit me mbledh 1,968 milion euro, duke kalu edhe projekcionin e qeverisë, normalisht për rreth 71 milion euro, por duke të kalu edhe vitin e kaluar për rreth 8% apo 185 milion euro. Stavileci tha se këto rezultate janë arritur falë përmbushjes vullnetare nga bizneset, kontrollave të shtuara dhe luftës së vazhdueshme kundër informalitetit. Kjo rritje vjen si rezultat i përmbushjes vullnetare, kontrolleve efektive dhe luftës së pakompromis ndaj informalitetit. Pra të gjitha këto të arritura janë të arritura të doganës, të cilat jo vetëm i atribuohen doganës, por normalisht edhe biznesit dhe qytetarëve të Kosovës. Ai po ashtu theksoi se tashmë ka filluar një fluks i madh i bashkëdhetarëve që po vinë në Kosovë, duke shtuar se doganat e Kosovës janë të përgatitura dhe gjithmonë të gatshme për menaxhimin e këtij fluksi. Dogana e Kosovës në dy aspekte gjithmonë, në dy periudha gjithmonë përgatitet për fluksin e madh. Ne përgatitemi në prag të fundvitit dhe normalisht gjatë sezonit së verës kur kemi edhe fluks më të madh të bashkëdhetarëve. Normalisht që të gjitha kontrollat që aplikohen në pikat kufitare bazohen në bazë të riskut dhe të aplikohen kontrolla më të lehta në këto dy periudha. Megjithatë, Stavileci tha se edhe pse janë shënuar suksese të mëdha, sfidë mbeten proceset e modernizimit dhe digitalizimit të doganës.